në fakt gjithmonë kur vjen puna për të zgjedhur profesionin për vajza, do me thënë nuk shikoja dot një profesion tjetër përveç fushës së inxhinierisë. Nuk e di, do me thënë me çfarë lidhet, por thjesht ndoshta unë e doja këtë deg, madje kur vajza e madhe fitoi atë për të vazhduar inxhinieri mekanike, edhe ishin vetëm 2 vajza në shkollë, në inxhinieri dhe gjithë çuna në vitin tani vonë, do me thënë para 5-6 viteve, dhe i kishte thënë ajo sekretarja, po ti pse ka ardhur në inxhinieri, çdo në inxhinieri mekanike, dhe vajza ishte trembur pak dhe më tha mua kështu, më tha ajo sekretarja, i thash unë, po pse nuk i the sekretaris, unë kam pasur mamin këtu, dhe mami vetme dhe ashtu, dhe mami më ka më ka sugjeruar, le themi, sepse unë vazhdoj të ruaj shumë respekt për shkollën tonë, për profesorët, për pedagogët tanë që ishin me të vërtetë të mrekullueshëm.